A keni pasur edhe raste kur keni denoncuar pikërisht për diskriminim në rastin konkret, për temën që po flasim pikërisht? Keni denoncuar ndonjëherë? Ka ndodhur? Ka ndodhur së fundmi dhe jemi në proces dhe po e ndjekim nga afër se si do të shkojë situata, meqense në të gjitha rastet kur fëmijët përpiqen që të paktën të informojnë familjen e tyre që jam rritur, ky apo kjo jam unë dhe dëshiroj ta jetoj jetën time, ashtu siç zgjodhet juve të zgjedh dhe unë. Në ato momente sigurisht që ka rezistencë nga familja dhe në shumë raste, meqense jemi familje që reflektojmë pak a shumë to vlera që u përshkruan pak më parë, në përgjithësi familja shqiptare ka një lloj rezistence që shoqërohet dhe me presion. Shumica e familjarëve shqiptar përpiqen që ta gjejnë zgjidhjen, jo duke eksploruar në atë që ka ndodhur, por duke vënë rregulla fikse, pa shkëmbyer asnjë lloj komunikimi dhe informacioni. Se mendoj se në këtë mënyrë ai do të ruaj, djali apo vajza do të ruaj pozicionin e varur totalisht nga familja dhe do të jetë përsëri një fëmijë i vogël që vazhdojnë të vendosen rregullat. Është diskriminim, neglizhim dhe indiferentizëm. Pikërisht në lidhje me këtë, kjo ka qenë një pyetje që ne kemi bërë shumë kalimtarëve në rrugë, qytetarëve më saktë. Pyetja ishte pikërisht kjo: a do ta pranonit ju një fëmijë tuaj nëse do të mësoni që ai ishte gay? Homoseksual. Përgjigjet kanë qenë nga më të ndryshmet. Ju ftoj të ndiqni këtë vox të përgatitur dhe më njëherë të themi në studio për të komentuar përgjigjet e qytetarëve tanë. Le t'i ndjekim. Unë nuk do të pranoj të ishte gay, sepse çdo njeri ka një moral, ka një sedër, ka një shoqëri. Dhe në këtë shoqëri nuk vle marr, pason as fëmia im nuk vle marr. Dhe prandaj nuk do ta pranoj në asnjë mënyrë. Në shumë vështirësi. Mia nuk më hahet. S'do më vinte e mirë, më gjallë ta pranoj siç s'kam çu bësh. Të bëj fjalë, sepse jemi racista, jemi të rritur me këtë frymë. Kur? Po pse? Do. Normalisht nuk është një gjë këndshme të pranosh motra vullai është gay, po në kohët e sotme normalisht nuk do ta lija mes dorë, nuk do ta paraqykoja. Jo, s'do ta pranoja fare. Do e pranoja me keqardhje. Pse me keqardhje? Sepse nuk kam në një përshtypje të mirë për gay. Po, ndoshta edhe po nuk ka asgjë gjë të keqe. Nuk mund ta paraqykoj fare, është zgjedhja e tij. Që ke vështirë për opinionin, për njerëz që të rrethon. Po për ju? Jo, do ta pranoja. Do ta pranoja, nuk ka problem. Ja. Pse? Se s'bëhet fjalë dhe prandaj kjo është një pyetje që takon më bën. Po e pranoj, do të rrihem edhe. Nuk do ta largoj. Gay, mos të vëmë zotit të. Se ne gay? Ja me namja. Ja. Pse? Se ka thënë zoti. Po ku qëndron problemi? Problemi se janë gay. S'është e natyrshme. Çfarë keqe ka këtu? Çfarë keqe ka? Jep mendimin tënd, si mendon? Në qoftë se njerëzit do të ishin gay, s'do ekzistonte kjo botë. Sigurisht. Si do ta pranoj? Është fëmijë. Është në fakt e vështirë për këtu në Shqipëri, sepse si është vendi bëj ku vendi thon ti muhabeti, por normalisht do ta pranoja sepse ishte zgjedhja e tij personale, sado i vështirë të ishte për prindën. Edhe për mua sigurisht. Kris? Në disa momente kur në udesh ti kalonin pak me humor, por në fakt është e trishtueshme. Por unë personalisht sigurisht më vjen të qesh kur shikoj një grua dhe një zonjë të moshuar që nuk e përfituron dot një gjë të tillë, po më trishton pafund fakti kur shikoj të rinj dhe të reja, të cilat kanë një nivel të lartë edhe të tillë diskriminimi. Më desh të isha partje në një forum të festivalit për drejtat e njerëzit që zhvillon në shkolla e Marubit, edhe forumi bën të fjalë në fakt për diskriminimin, edhe kur unë bëra një pyetje para nxënësve të shkollave të mesme se a do të kishin dot për shok apo për shoqe një homoseksual apo një lesbike, dhe ajo që më shokoi ishte reagimi në masë kundërshtues i të gjitha zërave gati në kortë atyre të rinjve.
Jo në shkollart, forumi zhvillohej nga shkolla, por pjesëmarrësit në forumi ishin nxënës të duke shkollave menduar të që mesme. artistët e u trëmbaja shumë se menduar që artistët shpresin që të mërshme. Dhe në një koment i përgjithshëm për insertin tuaj të fundit është që e para është e trishtueshme, e dyta është emergjente që kjo shoqëri të informohet, dhe këtu do e lidhja një çik edhe me atë që tha Altini pak më parë, këtu se s'bën ka për detyrë shteti dhe strukturat shtetërore edhe politika që të ndërmarrin fushata informuese dhe ndërgjegjësuese. Nuk mund të ketë, dhe unë ja u them me siguri, Shqipëria nuk ka për të qenë asnjëherë antare e BE-s apo antare e çdo forumi tjetër të lartë europian nëse nuk i respekton me të vërtetë të drejtat e njeriut. Dhe këtu ka ardhur koha që politikanët shqiptar të mos fshihen më pas deklaratave të bushme që janë si ato gështenjat që i hedh diku edhe pulcasin, po të marrin seriozisht detyrën e tyre. Dhe fundit fare, më vjen shumë mirë që ne kemi gjithsesi në këtë shoqëri të vuajtur edhe jo fort të emancipuar, kemi qytetar të ndërgjegjshëm edhe qytetar human që nuk mund të refuzonin asnjëherë djalin apo vajzën e tyre. Shumë e bukur kjo. Unë të falenderoj për gjithë shka të tani, sepse ishin vërtet gjëra shumë bukura. Do të kemi një shkëputje publicitare në këtë momente dhe do të takohemi pas pak sërish për të folur për këtë temë, por dhe do të përqendrohemi tek Pink Embassy, ambasada më e re në Shqipëri. Takohemi pas pak. Jemi sërish në studio. Para disa ditësh ju bët në një konferencë, pikërisht në Hotel Tirana, hapjen zyrtare të Pink Embassy. Çfarë është Pink Embassy? Pink Embassy e ka dhe emrin brenda, janë dy gjëra, Pink do thotë rose. Dhe në fakt shumë njerëz gjatë gjithë këtyre ditëve, sidomos gazetarët kanë pyetur po mirë, pse kjo ngjyra roz, domethënë. Ngjyra roz sepse ngjyra roz i dedikohet është ngjyra ndërkombëtare e të gjithë lëvizjes LGBT në gjithë botën. Ndërsa ambasadë sepse unë në fakt do desha të oazoja fjalët e ambasadorit holandez në këtë moment. Që mbati një diskutim shumë të do thosha të prekshëm, në kuptimin që ai tha shqiptarët në vitin 90 shqyen dyert ambasadave për të larguar nga Shqipëria sepse Shqipëria nuk respekton të drejtat e njeriut. Dhe ai tha në një farë mënyrë tha ne jemi të lumtur, po aq them me fatkeqësi domethënë që detyrohemi të hapim një ambasadë për të marrë në mbrojtje një komunitet të caktuar. Ky është shkaku pse është Pink Embassy. Pink Embassy është në vetvete është një program, por nga ana tjetër është një zyrë, është një vend ku të gjithë neve, po jo vetëm ne këtu, më thënë po flasim për organizatat, institucionet dhe të gjithë ata njerëz që vërtet duan të avancojnë në Shqipërinë, të kenë mundësi të mblidhen për të diskutuar strategji, për të ndërtuar instrumenta se si të ndihmojmë komunitetin e LGBT-ve në Shqipëri, që të jetë tërësisht i integruar dhe tërësisht i respektuar në të drejtat e veta. Kjo për mua është Pink Embassy. Ne do ta shoqërojmë gjithë këtë tani me disa pamje filmike që kemi marrë pikërisht nga ambientet e Pink Embassy, por gjithashtu shoqëruara këto edhe me plane nga konferenca organizuar para disa ditëve, ku pjesëmarrja është vërtet shumë e gjerë edhe shumë e admirueshme madje. Ndjekim materialin dhe kthehemi në studio.